Vendimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese për kthimin e 11 emrave të vjetër të rrugëve që u ndryshuan në Këshillin Komunal në vitin 2007 ka përplasur sot BDI-n opozitare me komunën e Tetovës. Këshilltarët e BDI-s në Tetovë sot kanë ndërzuar një kërkesë me të cilën kërkojnë që të mbahet një seancë e jashtëzakonshme e Këshillit Komunal, ku kërkojnë që edhe një herë të votohen emrat e rrugëve. Në vitin 2006, Bashkimi Demokratik për Integrim e meratoi këtë vendim me votim të gjithë këshilltarëve, të gjithë etnive, me marrëveshje të plot politike dhe me votim sipas parimit të badenterit. Sot kërkojmë që ky vendim të miratohet menjëherë, duke pasur parasysh se sipas regjistrimit të fundit për këtë çështje nuk kërkohet më votim i dyfisht me badenter në Këshillin e Komunës së Tetovës. Tetova nuk guxon të kthehet prapa, Tetova duhet dhe do ta mbroj historinë, dinjitetin dhe realitetin e saj. Nga ana tjetër, zëvendës kryetari i komunës së Tetovës, Albi Qamili, i cili njëherësh është edhe kryetari i komisionit për ndryshimin e emrave në Tetovë, thotë se Bashkimi Demokratik për Integrim edhe njëherë ka lënë një punë gjysmake pasi ndryshimet e vitit 2007 nuk kanë kaluar në seancë qeveritare. Ndërkaq, ai premton se deri në fund të vitit do të ndryshohen të gjitha emrat e rrugëve në Tetovë. Vendimi i Këshillit Komunal të vitit 2007 që kanë bërë riemërtimin e 11 rrugëve gjithësisht edhe të sheshit Iliria nuk ka hyrë në fuqi shkaku se nuk ka patur në atë kohë pëlqim nga qeveria. Kjo edhe një herë konfirmon se BDI dhe pushteti i kaluar i ka lënë të gjitha punët gjysmake dhe tash duhet vim ne që t'i bëjmë zgjidhje të qëndrueshme, zgjidhje të plota. Do të thotë, edhe ky vendim i 2007, si gjithë vendimet tjera të qeverisjeve të kaluara, është lënë gjysmak, pa marrë pëlqim nga qeveria dhe as kadastri, as regjistri qendror nuk i ka regjistruar këto emra në sistem. Prandaj, ne po punojmë intensivisht, jemi në fazën finale të procesit për emërtimin e rrugëve. Kemi patur propozimet e marra nga gjithë qytetarët nëpërmjet arhivit komunës, janë diku te mbi 600 propozime të reja për emrat e rrugëve dhe jemi duke punuar me listën e propozimeve që së shpejti të kemi edhe një version final se si do t'i kenë emrat rrugët në Tetovë. Në një komunikat ka reaguar edhe lidhja luftarëve të luftës nacional çlirimtare dhe antifashiste e Maqedonisë, e cila ishte edhe iniciatore e lëndës në gjykatën kushtetuese. Sipas tyre, ky vendim nuk duhet të interpretohet si vendim kundër shqiptarëve dhe dënojnë ashpër reagimet politike. Në bazë të vendimit të vitit 2007 të Këshillit Komunal në Tetovë, janë ndryshuar 11 emra të rrugëve, ku mes tyre ka edhe emra të ish sistemit, ku janë vendosur emra Maqedonas si rrugë Boris Kidriç, që emërua Metodi Andenov Çento. Ndërkohë në Tetovë, komuna tash 2 vite ka ngritur një iniciativë për ndryshimin e emrave të rrugëve, por që akoma përveç një komisioni nuk ka asnjë veprim konkret në terren.